Presidenti serb Aleksandar Vučić mori pjesë të hënën në hapjen e një spitali të ri në Trebinje. Nga aty Vučić ka thënë se shtetet e rajonit po punojnë për të arrëzuar ata nga pushteti, ndër të tjera, ai e akuzoi edhe Prishtinën zyrtare. Njerëzit në Serbi e duan në Republikën Srpska dhe nuk turpërohen ta thonë këtë. Është më mirë të jetosh si skifter për një ditë, sesa të fshihesh si mi për pjesën tjetër të jetës. Fushata me ndyrë po zhvillohet kundër Serbisë, kudo në rajon. Jo vetëm në Prishtinë dhe Zagreb, por edhe në Sarajevo dhe Podgoricë. Serbia do të bëjë gjithçka për të ruajtur paqen dhe ne mund ta bëjmë këtë vetëm nëse jemi një pengesë mjaftueshëm e fortë. Kroacia po punon së bashku me Kosovën dhe Shqipërinë për të na shkatëruar dhe po përbën një kërcënim ushtarak. Ne do të vazhdojmë të forcojmë kapacitetet tona ushtarake, do ta dyfishojmë forcën tonë ushtarake, e cila tani është e dyta me rritjen më të shpejtë në botë në 2 vitet e ardhshme. Sepse e dim shumë mirë se çfarë është liria. Liria është gjëja më e rëndësishme për një serb, do ta ruajmë atë pa rrezikuar askënd. Vitin e kaluar bët gjithçka për të më rrëzuar me ndihmën e një faktori të jashtëm, dështuat. Unë nuk jam Slobodan Miloševiqi, nuk jam as naiv dhe as budalla që t'ju besoj. Ne po ruajmë paqen, por do të jemi të gatshëm t'i japim një përgjigje adekuate çdo agresori, aq të fortë sa nuk do të ndodh më kurrë. Amerika ka filluar të mbrojë interesat e saj. Çfarë do të bëjmë kur të thonë se u duhet Groenlanda? Nuk do të ndryjmë në këtë, le të vendosim vetë. Do t'i pyesim se çfarë ndodhi me Kosovën, tha Vučić. Rendi botëror ka rënë, kështu u shpreh presidenti serb Aleksandar Vučić pas një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare ku diskutoi me tone kritike për operacionin amerikan për kapjen e mikut të tij në Venezuelë, Nicolas Maduro. Pas veprimeve në Venezuelë është plotësisht e qartë se rendi publik ndërkombëtar dhe karta e OKB-s nuk zbatohen, theksoi presidenti serb, duke shtuar se ligji i forcës dhe ligji më të fortit po dominojnë botën. Pra ju e shihni që nuk ka më parime. Kjo është arsyeja pse ne jemi veçanërisht të shqetësuar për armatimin e mëtejshëm të Prishtinës, në kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe Rezolutën 1244, e cila është pezulluar de facto, por jo de jure, nga fuqitë e mëdha siç është Turqia. Ato po e armatosin me shpejtësi Prishtinën. Një kërcënim i veçantë për sigurinë e Serbisë është aleanca ose bashkimi i sapo krijuar i Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, i cili po zhvillohet në një fushë të gjerë që përfshin zhvillimin e përbashkët të sistemeve komplekse luftarake, nga automjetet 4x4 deri tek armat dhe mjetet më të fuqishme, tha Vučić, duke shtuar se Serbia po e monitoron nga afër këtë dhe po përgatitet për mbrojtjen kundër atyre që pretendoi se tani po bëjnë kërcënime të hapura ndaj Serbisë. Duam t'ju themi se Republika e Serbisë po e ndjek këtë me kujdes, dhe ne jo vetëm që po e ndjekim, por po përgatitemi edhe për të mbrojtur kundër atyre që as fshehurazi por hapur e kërcënojnë vendin tonë. Ne besojmë se forca jon do të jetë një pengesë mjaftueshme, theksoi Vučić.